Në lagjen numër 18 në Durrës, në bllokun e pallateve parafabrikate, që 2 vite më parë ju nënshtrua ndërhyrjes rigjeneruese të realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ka nisur heqja e depozitave të ujit nga taracat. Në 2 pallatet e para, rrjeti i furnizimit me ujë është lidhur me depozitat e përbashkëta të vendosur në shesh pushimin mes godinave. Ditë më parë, Durrës Lajm trajtoi problematikën e pallatit numër 971, të pushtuar nga lagështira. Pikërisht nga ky pallat ka nisur ndërhyrja, që po realizohet nga punojësit e ujësjellësit dhe firmës që ka realizuar punimet për fasadat e pallateve. Të njëjtën problematik me pallatin 971 e vuan edhe godina Peskaçe numër 965. Ka ndërhyrje aty këtë ratës, atje o hidje kret. Mbasi u lynë këto pallatet tona. Edhe lagështina hypi nalt, e ne rrjedh bile, rrjedh. Tër natën ke unë atje, ku jam ke kuzhina unë, gjithë natën bë tek vije ujti atje. Heqja e depozitave nga taracat e pallateve parafabrikate në lagjen numër 16 dhe 18 synon zgjidhjen e përhershme të problematikave të krijuara nga lagështira. Lagështina do hiqet fare pastaj. Se gjithë virrësin gjithë depot. Mbram, çfarë ta e ke gjithë pa ku e ke vija. Furnizimi me depozita të përbashkëta linte banorët nevojën për mirë menaxhimin e ujit. 30 familje janë këtu, me 15 litra ujë, llogarit me ditë. Këtu do ketë gjysmë ujë. Procesi i heqjes së depozitave personale nga taracat e pallateve dhe lidhja e rrjetit të furnizimit me ujë me depozitat kolektive do të kryhet fillimisht në 20 pallate, për të ushtrirë më tej në më shumë se 100 godina të tjera.